Sikurse edhe jeni ndjeni pra edhe sot do të mbahet seancat. Rendi ditës është zgjedhja e kryetarit kuvendit, po shpresojmë që të kemi një kandidat unifikues, pra që të ndodhë një propozim i ri, shpresoj që edhe të votojmë kryetarin sot. Kryetarin. A ka diçka apo vetëm po shpresoni kështu? Ka ndonjë indikacion që mund të ketë ndryshim të emrit? Mendoj që kam dëgjuar disa mundësi, po tani ndoshta edhe nuk ka dita ende, po kam dëgjuar disa mundësi që të ketë përpjekje për një kandidaturë unifikuese. Për këtë formën së votimit? Besoj që kjo çështje është e rregulluar, pra votimi është i hapur, kuptohet, mund ndryshon mënyra e votimit, pra procedura nëse është vullneti i deputetëve nëse s'ka vullnet të tyre. Cilat janë ato që Nuk kam emra, po kam dëgjuar që ka përpjekje në gjetë një formulë, pra në shku për një kandidaturë. Se me një ftesë për parkim një parti tjera opozitare, a do të kanë anë? Jo, në shumë në zonë të përdiq, si ka mundësi. Sipas lëvizjes vendosje, nëse shkohet me votim të fshehtë, ata mund t'i kenë numrat për të vazhduar edhe me Haxhiun. A i ka aleanca kushtimisht të siguruar deputetët e saj? Ja, nuk besoj që është aty qëllimi. Këto janë disa lëvizje sa me ble kohë, kjo e votës fshehtë, se nuk ndryshon asgjë. Vetëm disa lëvizje me gjëra që me ble kohë, me spjegu, me u arsyetu vonesa. Siç është më së ditën për qytetarët e vendit se tash bëhet përpjekje e madhe me bart faj, ose me identifiku fajtorin. Ne jemi opozitë, kemi drejt votës. Për shembull, deputeti duhet me votu, që është e vërtetë, pa i mund voton edhe kundër për edhe abstenim. Pra është drejta e deputetit, nuk ndryshon kjo në asnjë situatë. Për kundër këtij fakti, ne ja kemi dhënë zgjidhjen e DV-s me gjetë një kandidat unifikues, edhe kemi përmendur edhe emra konkret. Pra shpresoj që do ta kuptojnë që është në interesin e tyre të vendit, mos me mbajt pezull Parlamentin e Kosovës, lutem. Janë bo 5 muaj prej kur është majtë seanca e fundit ku ka pas vendime të rregullta, le të themi, atë kuvendi janë 5 muaj që kuvendi është praktikisht jo funksional. Cili është komenti juaj për këtë situatë, këtë bllokatë në legjislaturë? Faleminderit. Ju e dini edhe u vonu shumë certifikimi i rezultatit. Pra humbëm të paktën një muaj që në 30 ditë është dashur mu certifikue rezultati. Tani sikur shihni po humbim kohë. Këto kanë pasoja, lojnë pasoja në jetën e mbrëmshme. Shtetimi i energjisë shkaktoi shtetim të çmimeve, për shembull nuk trajton më kushtema konkrete çka po ndodh me vendin. Një ditë e ndëgjova një lajm që për shembull ende që kanë paguar shtesë policëve ushtarëve. Gjithkohë flasim për siguri, për situatën e sigurisë, për rreziqet e sigurisë, nëse e mbledh Këshillin e Sigurisë të Kosovës në takim urgjent, atë paktën paguaj ato orë policisë, ushtrisë, institucione tjera të ligjit. Pra është e dhimbshme kjo kohë dhe besoni nuk është se ne po dojmë me fitu diçka në këtë situatë, sepse ne ja kemi dhënë opsionin për kandidat të VV-s unifikues. Pra çdo gjë e kanë mundshme. Faleminderit. Kuptohet tash dikush thotë pse po i bën VV-ja këta, po shihet se kur ti për shembull ai s'ka drejt me shku në zgjidhje qeverisë, besoni. Unë kam qenë kryetar qeverie 2 herë, kam dhënë ndërheqje, e kam kry pjesën e ushtruesit detyrës ose kryenisin ndërheqje, po vjen edhe momenti kur zgjuan me shku në zyre. Në momentin e certifikimit që deputet, kur të është ka bërë shkelje ligjore, pra shkrim hyrja e tij në zyrën e qeverisë, besoni, një ditë tani tjetër do të përgjigjet për këtë vepër penale, o shkrim